Dashnor Balliu, Dash Balliu është motorist shqiptar nga Librazhdi, historia e tij është e pabesueshme. Është nisur nga Shqipëria në 6 gusht 2023 dhe do kthehet në Shqipëri në fund të vitit 2027. Për 4 vjet ai do përshkruaj rreth 300 ca mijë kilometra vetëm me motor në për gjithë botën. Ka zënë, pra ka premtuar që do të shëtisi çdo shtet të botës me motor, është vetëm tek pull, mban flamurin shqiptar sipër në kokë, mban flamurin e madh të Shqipërisë kudo që shkon dhe deri tani ka bërë gjysmën e udhëtimit të tij. Imagjinoni një njeri që është nisur nga Librazhdi dhe për 4 vjet nuk do shkelin në Shqipëri. Unë kam lidhje drejt për drejt tani, do bëj një bisedë me të, nuk e di as vetë se ku është Dashi, se një ditë e gjej në Afrikë, një ditë ndel një shtet tjetër. Dash, mirëdita, ku je? Mirëdita, të përshëndes nga njëstinë e verës në Kenja, jemi me 35 gradë. Në Kenja? Po në qa venit Kenja se se unë Kenja në du shumë, kam dhe vetë qef. Kenja jam në 300 kilometra para se të shkoj në Rubi, si e ka këj qyteti. 300 kilometra pa shkuar në Nairobi? Elbeh, është një qytet i quhet Elbehen, ku si quhet. Saç, kur e ke nisë udhëtimin? Udhëtimi është nisë me datë 6 gusht 2023 nga fshati i lindjes Funarës, Çermenik, Librazhdi. Pra nga Funara e Librazhdit je nisë me 6 gusht 2023. Funarës e Elbasanit. Funara e Elbasanit, Funarës i Librazhdit. Nga fshati Funarës i Librazhdit je nisë me 6 gusht 2023 edhe kur do mbrish në Shqipëri prap? Data e kthimit akoma se kom vendos, do varet nga vizita e shteteve, të unë t'i presit e marrë gjitha shtete, ndosa të kalojmë dhe 2027. Kismet. Por pash që ti po u thonë me motor në mos gaboj Suzuki, e? Motor Suzuki 2006, po afromi gati 180.000 kilometra, pa u hap motori akoma. 2006, pra 20 vjeçar motori dhe ti ke bo deri tani 120.000 kilometra, 150.000 kilometra. Ama përshkruan do të 120 kam bo, motorin tani shkruan 180, jam nis me 20.000 kilometra kur ka qenë nga fillimi. 120.000 kilometra ke bo, a mund ma tregosh pak gjithë itinerarin kur je nis si ke lëviz? Jam nis nga shteti parë ka qenë Maqedonia, pastaj u futa në Greqi, mora ca ishuj 5-6 ishuj me radhë, dola në Turqi. U ktheva pastaj nga Turqia, kalova në Itali dhe vizitova që nga Malta deri në Nordkap, që nga Islanda deri në Armeni, 50 shtetet e Europës. Pra i ke patë 50 shtetet e Europës, nga i pari ke i fundit. Po. Po pastaj si transferohesh aty ku nuk ka rrugë automobilistike? Aty ku s'ka rrugë automobilistike, ku isha në Ciklota atje, Kipros. Me traget. Nga Mesina e Turqisë, u futa në Kipros 6 ditë. Të dyja Kiprot, edhe Turqisë edhe Greqisë. Po mirë, ti u thonë vetëm apo jeni grup motoristësh? Vetëm, unë jam emrin e kam i vetëm në përbot me 2 rrota, kështu është titulli im në YouTube, Dashnor Balliu, kam i kanal të vogël atje. I vetëm në përbot mbi 2 rrota, ke dhe kanal në YouTube, unë do të bëj dhe collaboration edhe për storin e vogël, deri tani ke bërë 120.000 kilometra jenë Kenja, po në Afrikë nga shkove? Nga Afrikë fillova nga Maroku. Edhe tani jenë Kenja, po? Tani janë ke shteti 31 i Afrikës, kam edhe 11 shtete. Ke edhe 11 shtete për të bë Afrikën. Ore, si është Afrika me motor? Se unë sa ere kam bë me avion edhe me makina. Ti e ke bë me mënyrë luksi, po me motor është aventurë, është një gjë e papame, se unë jam vetë dhe mekanik, kam pas dhe defekte rrugës, më ka bloku pompa, benzinën kam pas probleme, kam marrë me pagure, kam pas 500 km, s'kam gjetë stacion benzine, edhe kam edhe 2 bidona rezerv, nga 10 litra honesh ke motori. Se në Afrikë nuk gjetë as benzin. Kush ka qenë incidenti më i vështirë, momenti më i vështirë që ke kalu gjatë këtyre 2 viteve? Momenti më i vështirë ka qenë në Mali, kur përsova një mikrop në gjak, edhe 42 gradë temperaturë e brendshme.
42 gradë temperaturën. Edhe Më rat fik ku ktheva nga ambasada e Burkina Fasos edhe më morën me taksin çun spital. po njerëzit janë miqësorë në Afrikë. Shumë misor, çuditen. Edhe sot isha live-un, çuditen nga motori, çuditen që ka marrë nga Shqipëria me motor. Po flamurin e Shqipërisë, e njohin? Njohin shumica, sidomos për dogana, sidomos më kanë respektu shumë për dogana. Kur shkoj në dogan që marrë vull ose marrë vis, më thirrin direkt ke zyra e oficerëve. Bisedoj me ta, kam edhe stikra me të mia me vete, u jap kam bërë shumë shok në Afrikë. Është e vërtet që ke edhe 2 arusha me vete? Po e vërtetë, kam një të vogël dhe një të madh. Kam 2 nipën. Po mirë më po, një pyetje kam, arusha si e duron vapën e Afrikës? Arusha i kam bë prova, i kam dhënë ato diplomën kur unë nisëm. Na i kam thonë që kështu thash do kemi rrugë gjatë, edhe e mori notën e mirë. E mori dhe arusha notën. Tani si e ke itinerarin, si po vazhdosh? Tani do kaloj në Sud Kap, ku marron në Afrika. Po. Edhe do marr tragjetin, ka 25 ditë rrugë me kontejner motorin dhe ta fus deri në Argjentinë. Nga Argentina do i marr shtetet me radh, Argjentinë, Chili, Brazil, Ekuador, deri në Alaska. Do më thënë, ti do bësh gjitha dhe Pan-American Highway, është ja 33.000 kilometra në mos gaboj unë. Asgjë nuk është Alaska. Për mua është një palgoma, se unë në 30.000 kilometra shkoj një palgoma. Po pastaj, mbasi të mbarosh me Amerikën e Veriut, ku do shkosh? Me Amerikën do kthehem në Kanada, aty do bëj aplikim për vizë ose të shkoj në ambasadë, do kaloj në Australi. Po? Me avion. Me avion, po edhe motorin do hipësh në avion? Po, motorin e fusin me balet, me dru, edhe e marrin edhe e fusin mërna. Janë disa avion apostafat për rrugë gjata. Po arushat? Arushat me vete nuk hiqen. Në avion dhe arushat? Me vete? Dëgjo, pyetja tjetër është, po mirë, në momentin që do mbarosh Amerikën, do shkosh në Azi? Jo, kur të mbaroj Australinë. Australinë, po pastaj? Nga Australia do futem Malajzi me tragjet, edhe do marr komplet Azinë, që deri në Korenë e Jugut. Do tentoj të futem Korenë e Veriut, do bëj një kërkesë. Korenë e Veriut s'ke për ty dot. Ai që vështirë atje, se të marrin telefonat, i marrin çdo gjë edhe është bllokohesh keq atje. Bllokohesh keq. Do të thënë ti mendon që mund të jesh Shqipëri nga fundi 2027, apo jo? Prap nuk është datë fikse. Tani dashoj pyetje kam para se ta mbyll e të duroj rrugë mbar, se ne do lidhemi edhe për emisionin, do e bëjmë një studio të gjatë kur të dgjej në vendin tjetër më të çuditshëm. Bashkë ku do takohemi? Bashkë do jemi në Li, tani ku dihet, ndoshta në Amerikë, ndoshta në Alaskë, ndoshta në Kanada, ndoshta në Australi, nuk e di. Do vi të dgjej atëre. Po bukur do jetë në Alaskë. Me atë rast do mësosh dhe motorin që s'di të jap. Po pse jo? Dash, shumë përshëndetje, keni Dash Balliun që po shëtit botën 4 vjet me motor me 2 arusha, të moment e keni në Kenya. Dash, përshëndetje nga Tirana, nga Federata